Ju ka ndodhur ndonjëherë që kur ecni pengoheni dhe kur hidhni syt nuk ka pas asnjë pengesë për të rrëzuar? Kjo mund të jetë treguese që ju keni humbur një nga fazat e ciklit të ecjes. E hajde të vazhdojmë bashkë se cilat janë fazat e ciklit të ecjes. Atëherë, qëndroni mbështetur afër një objekti që mund të shpajnë çdo lloj rrëzimi të mundshëm. Dhe ajo që do bëni, shikoni me vëmendje se cilat janë fazat e ciklit të ecjes. Pra, shikoni këmbën e anës së majtë. Për të tentuar që të hedhim hapin, e ngrejmë këmbën dhe qëndrojmë në majtë të gishtave. Më pas e përthyjmë gjurin, sjellim gishtat në drejtim të fytyrës dhe kur duam që ta mbështesim më pas këmbën, e vendosim në thembër dhe më pas e mbështesim. Dhe shikoni çfarë ndodh me këmbën anës së kundërt. Ajo ngrihet në majtë të gishtave. E njëjta gjë dhe kur kthehemi mbrapa. Për çdo paqartësi mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 068 44 21 564. Ju mirëpresim.